UEFA ka lejuar që Shqipëria dhe Serbia të jenë kundërshtar të mundshëm edhe pas trazirave në Beograd në eliminatoret e Euro 2016 dhe pas 10 vitesh shorti vendosi përsëri përballë në eliminatoret e botrorit 2026. Megjithatë, institucioni që drejton futbollin kontinental i cilëson këto ndeshje si të rrezikshmërisë shumë të lartë, ndaj ka nisur një ekspert për të monitoruar gjithçka. Delegati i ndeshjes së sotme praktikisht njeriu i plot fuqishëm i UEFA-s në stadium që kanë në dorë çdo vendim madhor për shkak të trazirash edhe ndalimin e saj është zvicerani Jacques Antennen. Veçoria e tij është se ai është një ekspert sigurie fal eksperiencës së jashtëzakonshme me mbi një dekadë si shef i policisë në kantonin e Vaud në Zvicër. Për ata që nuk e dinë, kantoni në fjalë është ai në të cilin gjenden zyrat e UEFA-s, ndaj Jacques Antennen është një emër shumë i njohur për institucionin e futbollit. Nuk është rastësi që krahas punës si shef policie apo edhe më vonë si ekspert sigurie i pavarur, ai ka bërë edhe rolin e funksionarit jashtëm të UEFA-s si këshilltar për sigurinë në evente apo edhe delegat për ndeshjet e veçanta. Dhe në vitin 2023 pikërisht Antennen u caktua si delegati i ndeshjes finale të Ligës së Kampioneve në Stamboll mes Manchester City dhe Interit, që cilësohej e një rrezikshmërie të lartë për shkak të postimit të madh të tifozëve anglez drejt Turqisë. Ndaj nuk është rastësi që UEFA ka dërguar një nga njerëzit më të besuar dhe me ekspertizën më të madhe për ndeshjen e sotme në Tiranë, pasi e cilëson si një nga më delikatet e këtyre kualifikuesave.